Të dashur mësimdhënës, gjatë muajit të ardhshëm do të hapim një debat të gjerë e gjithëpërfshirës mbi kurrikulat lëndore për arsimin fillor dhe arsimin e mesëm të ulët. Rishikimi i kurrikulave lëndore nga klasa e parë deri në klasën e 9 synon rritjen e rezultateve të nxënësve, zhvillimin e kompetencave të tyre dhe përgatitjen për sfidat bashkëkohore. Rishikimi do të mundsojë kurrikula lëndore koherente dhe në linjë me dokumentet strategjike të arsimit, koncepte kyçe në harmoni me rezultatet e fushës dhe të lëndës, largim të ngarkesave për nxënës, tekste shkollore cilësore, burime moderne mësimore dhe lehtësim të çantave shkollore. Ky proces do të udhëhiqet nga një grup koordinues me ekspertë arsimi, zyrtar të Ministrisë së Arsimit, profesorë universitar dhe mësimdhënës, ndërkohë që nëpërmes aktiviteteve dhe formave të ndryshme do të ketë mundësi për reflektime dhe rekomandime nga të gjitha palët. Ju ftoj të bëheni pjesë e këtij procesi dhe të jepni kontributin tuaj në mënyrë që të kemi kurrikula bashkëkohore sa më cilësore, mësimdhënie cilësore dhe rezultate të larta për nxënësit.